Eksperti flet për rreziqet nga pesticidet në luleshtrydhe janë toksike, krijojnë probleme në lindshmërinë e grave, ndikojnë në shkaktimin e kancerit. Eksperti Abdul Sinani u shprehur së fundmi se pesticidi gjetur tek luleshtrydhet e ardhura nga Greqia shumë i rrezikshëm për shëndetin ton. Ai ka qenë i ftuar në një mision ku ka renditur efektet negative të konsumimit të luleshtrydheve të konstatuara me këtë pesticid. Midis të tjerave i theksoi se lëndët toksike mund të sjellin pasoja te gratë për lindshmërinë deri dhe tek shkaktimi i kancerit. Këto lëndë janë toksike dhe elmojnë organizmin, prandaj janë shumë të dëmshme për shëndetin. Ato krijojnë probleme me hormonet, probleme në lindshmërinë e grave dhe nëse konsumohen për një periudhë të caktuar mund të ndikojnë në shkaktimin e kancerit në sistemin nervor. Ato ndikojnë gradualisht, duke filluar me marrje mendshë, dhimbje koke dhe dobësim të organizmit, por kjo varet nga sa shumë konsumojnë, ka thënë eksperti. 3 ngarkesa me luleshtrydhe të ardhura nga Greqia kanë rezultuar të kontaminuara me pesticide të rrezikshme për shëndetin e konsumatorëve, duke u bërë objekt hetimi nga Komisioni Evropian. Sipas të dhënave të publikuara, një nga ngarkesat, e cila ka hyrë në Shqipëri në 1 prill dhe ka rezultuar me mbetje të pesticidit klofentezin, një substancë që përdoret për luftimin e merimangave në bim. Kjo substancë është ndaluar në disa vende për shkak të toksicitetit të saj të lartë.